Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të njihni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndihen. Trafik droge me motor ujë, por përpjekja e re e trafikantëve shqiptar ka dështuar, sekuestrohet 200 kg marijuan nga policia italiane. Merkel, Renzi dhe Hollande deklarojnë se Brexit nuk e shkatroi Europën. 3 liderët apel për të ruajtur kufit dhe për të shtuar sigurinë. Në prag të koncesionit për rrugën e Kombit, qeveria hap tender 165 milion lekë për mirëmbajtjen e tunelit të Kalimashit. Frika e përçarjes 2 nëntëditur, ku polin e PD-s në fushatën për zgjedhjet e 11 shtatorit, kryeministri prezanton të martën Muharrem Rama. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit rrezon akuzat e PD-s për ndërtimin e Satriabazit. Kryeinspektori Abicit deklaroi se shtesa po bëhet në bazë të ligjit. Mbi 200 kg marijuan janë sekuestruar nga policia italiane duke u transportuar në një mënyrë të pazakontë nga trafikantë shqiptar. Motorët e ujit janë mjeti që kanë zgjedhur 2 shqiptarët për të shpëtuar policisë, por nuk ja kanë dalë. Njëri prej tyre është arrestuar, ndërsa bashkëpunëtori i tij arriti të largohej. Trafik droge me motor ujë. Kjo është mënyra e re që po përdoret nga trafikantët shqiptar pas sekuestrimit të sasive të mëdha të drogës të transportuara me gomone drejt Italisë. Por edhe kjo gjetje nuk i ka shpëtuar policisë italiane, e cila ka sekuestruar mëngjesën e së hënës një sasi prej 214 kg marijuan që po transportohej me 2 motor të fuqishëm ujë. Roja brigdetare italiane ka identifikuar mjetet lundruese dhe pas një ndjekje të gjatë, policia ka mundur të arrestojë një prej korrierëve të drogës, të sekuestrojë 2 motorat e ujit dhe lëndë narkotike të tipit marijuan me peshë rreth 200 kg. Marijuana ishte e lidhur në 2 krahët e mjetit lundrues, ambalazhuar me qese të zeza dhe ngjitur me ngjitse. Korrieri shqiptar i arrestuar në brigjet e komunës së San Cataldos në provincën e Lecces është me origjinë nga Vlora, 37 vjeç me inicialet TL. Ky person rezulton i skeduar nga autoritetet italiane për krime të mëparshme të kryera në territorin italian e të lidhura kryesisht me trafikun e drogës. Korrieri tjetër i drogës, pasi ka brektisur motorin e ujit së bashku me lëndë narkotike në breg të detit, është larguar në këmbë në drejtim të komunës Frigjole të Lecces. I ndihmuar nga errësira e orëve të para të mëngjesit si dhe terreni, ai ka mundur të shpëtojë ndjekjes së policisë italiane. Autoritetet policore vazhdojnë përpjekjet për të identifikuar dhe arrestuar korrierin tjetër të drogës. Sipas policisë italiane, vlera e lëndës narkotike në treg është mbi 2 milion euro. Tre liderët europian, Angela Merkel, Matteo Renzi dhe François Hollande, kanë deklaruar se Brexit nuk e shkatroi Europën, ashtu siç u paralajmërua. Tre liderët bën apel që të bashkëpunohet për të ruajtur kufit dhe për të rritur sigurinë. Duke folur pas takimit të tyre trilateral në ishullin Ventotene, kancelarja Merkel, kryeministri Renzi si dhe presidenti François Hollande kanë bërë thirrje për një Europë të bashkuar edhe pas daljes së Britanisë nga BE-ja. Pothuajse në të njëjtën linjë, liderët u shprehen se kishin diskutuar së bashku tema mjaft të rëndësishme, ku përfshihen e ashtëquajtura çështja Brexit, ekonomia e bllokut, kriza e emigrantëve, si dhe siguria e qytetarëve në kontinentin e vjetër përballë kërcënimit terrorist. Fjalën hapse pas takimit e mbajti pikërisht kryeministri italian Matteo Renzi, i cili u shpreh se Bashkimi Evropian nuk ka përfunduar me daljen e Britanisë. Sicuramente occasioni per uno scambio di vedute sui temi di... Shumë persona menduan se me daljen e Britanisë nga BE-ja Unioni Evropian mori fund. Megjithatë, unë mund t'ju them se kjo është diçka krejtësisht e gabuar. Ne respektojmë vendimin e qytetarëve britanik, por ne duam gjithashtu që të shkruajmë historinë së ardhmes. Me kancelaren Merkel dhe presidentin Hollande diskutuam shumë çështje mjaft të rëndësishme, përfshirë ekonominë, por edhe sigurinë, e cila mbetet një prej prioriteteve të momentit, ishin fjalët e Matteo Renzit. Pas tij, presidenti Hollande deklaroi se mënyra e dur për të patur një të ardhme më të mirë europiane është edukimi i të rinjve. Ai u shpreh se siguria padyshim që mbetet një prioritet, por nënvizoi se Bashkimi Evropian duhet të mbrojë veten, por edhe miliona qytetarë që largohen për t'i shpëtuar luftës. Në mbyllje ai bëri thirrje për më shumë bashkëpunim mes agjencive ligjzbatuese dhe atyre inteligjente, me qëllim parandalimin e sulmeve terroriste. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, kancelarja Merkel e vuri theksin tek siguria e qytetarëve europian. Liderja e Gjermanisë tha se problemet e Europës mund të zgjidhen vetëm në rast se shtetet bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Merkel kërkoi kooperim të afërt edhe në zonat e konfliktit, siç janë lufta e Sirisë apo ajo e Libisë. Kancelarja mbrojti edhe një herë politikat e dyerve të hapura për emigrantët, kur u shpreh se vendet e kontinentit të vjetër duhet t'i ndihmojnë personat që braktisin gjithçka për të shpëtuar jetët e tyre.
Qeveria gjermane po përgatitet që të vendosë masë të detyrueshme për qytetarët mbajtjen në një sasi ushqimesh dhe ujë të pishëm të mjaftueshëm për të përballuar 10 ditë gjendje emergjence. Lajmi është raportuar nga mediat vendase, por ende nuk është konfirmuar në rrugë zyrtare. Kjo kërkesë ndaj qytetarëve gjerman është bërë për herë të fundit gjatë kohës së luftës së ftohtë. Për herë të parë që prej luftës së ftohtë, qeveria gjermane po përgatitet që t'i kërkojë qytetarëve të mbajnë rezerva ushqimi dhe ujë të pishëm për të përballuar 10 ditë gjendje emergjence. Të paktën kështu ka raportuar e përditshmja Frankfurter Allgemeine, e cila citon burime konfidenciale shumë pranë kabinetit qeverisës. Gjermania ka rritur ndjeshëm masat e sigurisë në kushtet kur vendi është goditur disa herë nga sulme terroriste, ndonë se jo nëpër masat që është prekur Franca apo Belgjika. Autoritetet vendosën që të shpenzojnë më shumë për agjensitë ekzistente ligjzbatuese, si dhe për krijimin e një njësie që do të luftojë krimin kibernetik dhe terrorizmin. Megjithatë, lajmi për këshillimin e qytetarëve që të mbajnë rezerva ushqimore dhe ujë të pishëm për 10 ditë nuk është konfirmuar ende në rrugë zyrtare. Burimet konfidenciale të së përditshmes gjermane thanë se plani do të diskutohet nga kabineti këtë të mërkur dhe se do të prezantohet nga ministri i brendshëm në të njëjtën ditë, gjithmonë në bazë të burimeve. Qytetarët do të jenë të detyruar ta zbatojnë këtë masë sigurie. Kjo është vetëm një nga masat që janë propozuar në strategjinë më të fundit për mbrojtjen e qytetarëve. Autoritetet kërkuan gjithashtu mbështetjen e civilëve ndaj forcave të rendit. Përgjatë muajve të fundit, Europa është goditur shpesh nga sulme terroriste. Agjencitë inteligjente kanë raportuar se në bazë të informacioneve të grumbulluara prej tyre, në kontinentin e vjetër rreziku vjon të mbetet ende i lartë. Në kushtet kur nuk dihet se kur qeveria do të lidhë kontratën koncesionare me kompaninë turke për rrugën e Kombit, që parashikon një tarif prej 5 euro, autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur tenderin 165 milion lek për mirëmbajtjen e tunelit të Kalimashit. Drejtues e këtij institucioni kanë marrë përsipër që të saktësojnë në dokumenta se kontrata e mirëmbajtjes ndërpritet në momentin e firmosjes së kontratës koncesionare. Por Arka e Shtetit do të vazhdojë të kontribuojë për rrugën Durrës-Kukës me 5.6 milion euro çdo vit për 13 vjet. Tuneli Kalimashit, pjesë e rrugës së Kombit, do të mirëmbahet nga një kompani private, derisa në fuqi të hyjë kontrata koncesionare me kompaninë turke, Ventega Bilgi, e cila do të menaxhojë rrugën Durrës-Kukës për 30 vjet. Në buletinin e Agjencisë së Prokurimeve Publike është botuar shpallja e tenderit nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për përzgjedhjen e një kompanie që do të mirëmbajë tunelin për një periudhë një-vjeçare me një fond prej 165 milion lekësh. Drejtuesit e këtij institucioni shpjegojnë se nuk dihet se kur do të lidhet kontrata me kompaninë koncesionare, ndërkohë që mirëmbajtja e tunelit është një detyrim ligjor për të shmangur aksidentet. Duke qenë se tuneli i Thirrës i mbaron afati kontratës së mirëmbajtjes në 2 shtator të këtij viti, atëherë Autoriteti Rrugor Shqiptar mori masat që ta fusë në tenderim për së dyti në mënyrë që tuneli të mos ngelet pa mirëmbajtje. Është në kushtet e kontratës, ne e vëm 12 muaj pasi preventivi është i përcaktuar i tillë dhe në mënyrë se nuk kemi një afat të përcaktuar qartë nga Ministria e Transporteve që merret me procedurat e koncesionit. Drejtuesit e Autoritetit Rrugor Shqiptar shpjegojnë se me hyrje në fuqi të kontratës koncesionare me firmën turke do të bëhet ndërprerje e kontratës me kompaninë që do të përzidhet në tender për të mirëmbajtur tunelin e Kalimashit. Kjo është përcaktuar në kontratën që do të lidhet me këtë të fundit. Pagesat bëhen mujore të firmës që do të fitojë mirëmbajtjen e tunelit dhe në momentin që lidhet koncesionari, atëherë firma e mirëmbajtjes do të paguhet për atë punë që ka bërë deri në atë datë. Ndërkohë, buxheti i shtetit do të jap para për mirëmbajtjen e rrugës Durrës-Kukës edhe pasi kontrata koncesionare me kompaninë turke të jetë lidhur. Në këtë kontratë parashikohet një subvencion prej 5.6 milion eurosh në vit për një periudhë 13 vjeçare. Deklaratat e Partisë Demokratike se deputeti socialist Sadri Abazi po lejohet të ndërtojë pa leje në mes të Tiranës janë cilësuar si të turpshme nga drejtoresha e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Dallëndyshe Bici në një deklaratë për mediat, Bici thotë se e Partisë Demokratike ka mbetur vetëm balta, ndërsa argumenton se godina e pretenduar është e legalizuar dhe shtesa po bëhet në bazë të dokumentacionit ligjor. PD sot publikoi vendimin për prishjen e ndërtesës që daton nga viti 2010. Drejtoresha e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Dallëndyshe Bici ka hedhur poshtë duke cilësuar të turpshme akuzat e Partisë Demokratike se ajo me urdhër të kryeministrit po lejon deputetin socialist Sadri Abazi të ndërtojë në një kat të tërë shtesën në një pallat për të cilin është lëshuar urdhër prishje. Është e turpshme deri në kufijtë të pabesueshmes që një parti politike të denigrojë publikisht me akuzat të sajuara dhe me gjuhën më të ulët të mundshme një grua dhe një drejtuese të një institucioni që flet me punë. Fakte, shifra në një front tepër të vështirë, turp për Partinë Demokratike, turp për Lulzim Bashën,
Keqardhje për zëdhënësën e Partisë Demokratike që pranon të lexojë publikisht një çarçaf të tërë balte ndaj një gruaje dhe drejtueseje të një institucioni. Partia Demokratike publikoi sot urdhrin për prishjen e objektit, që daton nga viti 2010, por Bici thot se ai objekt rezulton i legalizuar. Është qesharake që sot Partia Demokratike pretendon se pas ka një vendim prishje për një pallat në vitin 2010, ndërkohë që zoti Basha, autori i çarçafit të bankës që ishte kryetar bashkie nga viti 2011 deri në vitin 2015, jo vetëm nuk e paska ekzekutuar këtë vendim, por tani më akuzon mua për një objekt të legalizuar sipas ligjit dhe ku po kryhen punime me dokumentacion ligjor. Që prej 3 ditësh Partia Demokratike nëpërmjet zëdhënëses Ina Zhupa akuzon kryeministrin se me urdhër të tij deputeti Sadri Abazi po shton një kat të tërë në një pallat pa leje. Partia Demokratike ka angazhuar për zgjedhjet në Dibër gjithë kupolën drejtuese për të udhëhequr në çdo strukturë lokale fushatën për kandidatin Sherefedin Sheun. Vendimi vjen për shkak të situatës delikate që ndodhet jo deg e Partisë Demokratike pas përçarjes me rastin e zgjedhjeve në 2015, por edhe pas vendimit të kryesisë në qendër për të shkarkuar kryetarin e degës së Dibrës Rahim Kaleci në kuadër të riorganizimit. Kjo situatë ka shkaktuar pakënaqësi te Kaleci, i cili së fundmi deklaroi se nuk do të angazhohet në fushat për kandidaturën e Sherefedin Sheut, pavarësisht se siç tha ai do të votojë për të. Përçarja e Partisë Demokratike së Dibrës në zgjedhjet vendore të 2015-s për shkak të përzgjedhjes së kandidatëve bëhet edhe më delikate nëse sjellim në vëmendje se vetëm disa muaj më parë, Kryesia në qendër shkarkoi kryetarin e Dibrës Rahim Kaleci në kuadër të riorganizimit. Zgjedhjet partijake në Dibër nuk janë zhvilluar ende dhe ish kryetari Kaleci ka deklaruar pakënaqësinë e tij mbi këtë vendim të lidershipit të Partisë Demokratike, jo vetëm për shkarkimin e tij, por së fundi edhe për kandidaturën e Sherefedin Sheut për kryetar të bashkisë. Duket se kjo situatë pak e ndërlikuar në funksionimin e demokratëve në bazë ka detyruar gjithë kupolën blu të zhvendoset në Dibër. Nënkretarët Edi Paloka dhe Edmond Spao, sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, deputetët Ridvan Bode, Elidon Bushati, Myqerem Tafaj, Genc Polo, Genc Razimiri, Keltis Kruja dhe deputetët e Qarkut Dibër janë angazhuar si mbikëqyrës në të gjitha strukturat lokale me qëllim udhëheqjen e fushatës së kandidatit Sherefedin Sheu dhe amortizimin e çdo përplasje apo pakënaqësie të mundshme brenda strukturave, në kushtet kur ish kryetari degës Rahim Kaleci deklaroi se nuk do të angazhohet në fushat, pavarësisht se vota e tij do të ishte pro së djathtas në garën e 11 shtatorit për Bashkinë e Dibrës. Edhe pse janë zgjedhje të pjesshme për një bashki larg peshës politike reale, gara në Dibër tërheq dukshëm energjitë e formacioneve politike që konkurrojnë pasi ato pritet të shpallen edhe si testi i parë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Krahas figurave drejtuese, Partia Demokratike në Dibër ka aktivizuar dhe një strukturë në mbrojtje të votës, e cila nuk është konfirmuar zyrtarisht, por burimet i thanë Ora News se ajo përbëhet kryesisht nga ish punonjës të policisë dhe të rinj nga korpusi Azem Hajdari. Ngritja e kësaj strukture erdhi pas akuzave publike se zyrtarët e qeverisë po ushtrojnë presion mbi administratën që të votojnë kandidatin e majt për Bashkinë e Dibrës. Fushata e socialistëve për Bashkinë e Dibrës pritet që të arrijë pikën kulmore gjatë së martës, ku do të jetë i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama në një miting në qendër të qytetit, ku do të prezantojë kandidatin e majorancës Muharrem Rama, ndërkohë që garuesi për të majtën ka vijuar takimet me të rinj Dibran, të cilëve u ka kërkuar të dalin masivisht në votime. Kryeministri Edi Rama do të prezantojë zyrtarisht të martën kandidatin e mazhorancës për Bashkinë Dibër Muharrem Rama, duke çuar në një stat të ri garën për këtë njësi vendore. Burimet konfirmojnë se prezantimi zyrtar do të zhvillohet në një organizim në qendër të qytetit, ndërkohë që vetë kandidati ka vijuar takimet me të rinj të qytetit të Peshkopis, të cilëve u ka kërkuar të marrin pjesë masivisht në votime. Bisedoni me njerëzit, me miq, me shok, me dashamirë, të marrin pjesë masivisht në votime me 11 shtator, që të bëjmë një fitore dërmuese. Kandidati që do të përfaqësojë mazhorancën i ka kërkuar mbështetje të rinjve, duke i premtuar se do të jenë pjesë e rëndësishme e programit të tij politik. Me fitoren e bashkisë do të ftoj gjithë, do ulemi të bisedojmë për hallet, për problemet e Dibrës, se ju jepni mendime tepër të vëra për zhvillimin e Dibrës. Zgjedhjet në Dibër do të zhvillohen në 11 shtator. Ato vijnë pas shkarkimit nga posti i kryetarit të bashkisë Shukri Xhelilit, i cili në një video të publikuar nga Ora News shfaqej duke kërkuar favore seksuale nga një vajzë 20 vjeçare në këmbim të një vendi pune. Sherefedin Sheu, kandidati i djathtë për Bashkinë e Dibrës, është takuar me banorë të Kastriotit dhe të Bresit sipërm. Sheu ka kërkuar votën e dibranëve me premtimin se do të sjellë punësim dhe shpresë për të rinjt. Prioriteti i bashkisë në drejtimin e demokratëve do të jenë akset rrugore që lidhin fshatrat me qendrën e njësisë, dyfishimi i subvencioneve në bujqësi dhe blegëtori, si dhe vënien në punë e magazinave të grumbullimit të prodhimeve.
Kandidati demokrat për Bashkinë e Dibrës Sherefedin Shehu vijoi takimet me Dibranët duke u njohur nga afër me shqetësimet e banorëve të Kastriotit dhe Brestit të Sipërm. Sipas Shehut, në 3 vite qeveria e Majt nuk ka realizuar asnjë investim në këtë zonë. Kjo qeverisje e keqe e ka çuar vendin në një moment shumë të vështirë. Këtu tek ne dhe sidomos në Dibër, sidomos tek rinia, ka humbur shpresa. Ne duhet të rikthejmë shpresën. Premtimi i demokratëve nëse vinë në pushtet është dhënia prioritet e infrastrukturës dhe rritjes së subvencioneve për bujqësinë. Ato 2 lekë që do kemi, duke mbumu kryetar bashkie, do dim t'i përdorim më mirë. Unë do të filloj me projektet e vogla. Do të filloj në Dovolan. Aty s'është as 1 kilometër rruga për ta çuar në fshat me asfalt. Do të vi këtu ke ju. Sot një vit asfalti do të jetë këtu në qendër. Sepse ky është projekti im. Afrimi i datës së zgjedhjeve në këtë bashki ka intensifikuar takimet e kandidatëve me Dibranët. Kryeministri Edi Rama ka mbyllur pushimet në Bregdetin e Jonit dhe këtë të hënë ka nisur zyrtarisht punën. Ai ka mbledhur gjatë paradites disa nga ministrat e kabinetit qeveritar. Në kryeministri sot janë mbledhur ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, ministri i Mbrojtjes Mimi Kodeli, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe ministri i Kulturës Mirela Kumbaro. Mësohet se mbledhja e qeverisë do të zhvillohet si zakonisht çdo të mërkur. Ministrave të kabinetit ju la kohë pushimi që prej datës 5 gusht dhe pritet që këtë të mërkurë gjithë kabineti, përveç ministrave që janë në vizitat zyrtare, të jetë i pranishëm në mbledhjen e qeverisë. Komisioni i posaçëm për reformën në drejtësi do të mblidhet nesër në mëngjes. Burimet nga komisioni thanë se mbledhja e planifikuar për sot në orën 18 do të zhvillohet nesër në orën 10. Burime nga majoranca dhe opozita thanë se nuk kanë marrë ende draftin me vërejtjet e Euralius dhe Obdat për ligjin për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, çka është bërë shkak për shtyrjen e mbledhjes. Antarët e komisionit do të diskutojnë veç ligjit për rivlerësimin e gjyqtarëve edhe për ligjin e organizimit të gjyqësorit dhe strukturën e posaçme antikorrupsion. Ndërkohë nesër pasdite në orën 18, kryetari i Kuvendit ka kërkuar mbledhjen e konferencës së kryetarëve të grupeve parlamentare për saktimin e një date për mbledhjen e Kuvendit, ku pritet miratohen 3 nga 7 ligjet që shoqërojnë ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi. Instituti i Gjeoshkencës parashikon që deri në mesjavë të ketë rreshje të izoluara, kryesisht në zonat malore, ndërka që Reafort pritet të shkaktojë probleme në zonat ku ka zjarre, duke favorizuar përhapjen e tyre. Java e fundit të muajit gusht duket se do të jetë me mod të paqëndrueshëm, pavarësisht temperaturave të larta të javës që lan pas dhe fillimit të kësaj jave. Mbrëmjen e së hënës parashikohen të rikthehen rreshjet. Sipas specialistëve të institutit, këto rreshje do të jenë intensive në zonat malore. Pritet të jenë rreshje problematike, pra me shoqëror me rrufe, me intensitete të larta të rreshje, por gjithmonë në zonat kufizuara dhe në terrenet larta malore, shoqëror me breshë kokormadh dhe gjithashtu me erë momentale të fortë. Në gjitha rastet rreshjet pritet të jenë me kozgjatje të shkurtër. E mërkura do të sjellë probleme edhe në jug të vendit, pasi priten rreshjet lokale problematike. Kur kalojmë në ditën e mërkurë, sërish mbas dite rrezikojmë që të kemi fenomene të tilla, por në numër shumë më të vogël, pra shumë pak zona do të preken nga to rreshje krahasuar me të hënën dhe të martën, dhe gjithashtu edhe me intensitete më të ulta. Ndërkaq që erat e forta mund të përbëjnë rrezik në zona që janë përfshirë nga zjarret për përhapjen e tyre. Vetëm problem pritet të jetë era për ditën e hënë të martë, sepse në terrenet malore dhe në vijën bregdetare ai do të arrijë vlera mbi 40 km/h për momente të shkurtër. Pra është një shqetësim ky, sidomos kur vjen fjala tek fenomeni i rrezikshëm i këtyre ditëve që janë zjarret në pyje. Ndërsa dita e enjte do të sjellë sërish diell dhe rritje të temperaturave. Përkeqësimi i motit ka nisur nga Kuksi. Në orët e pasdites kanë filluar rreshjet e dendura të shiut, të cilat shoqërohen me erë të fortë. Stuhia ka shkaktuar edhe rrëzim të pemëve. Përpasoj rruga Kukës-Bicaj u bllokua për disa minuta për shkak të rrëzimit të një plepi. Aktualisht nuk ka informacione për probleme në rrugën e Kombit, por apelohet për kujdes gjatë lëvizjes për shkak të rreshtjeve. Kjo situatë ka sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave si dhe rënje të fluksit në doganën e Morinës. Një aksident automobilistik ka ndodhur sot pasdite në autostradën Tiranë-Durrës. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Maminasit, siç shihet edhe nga pamjet, një automjet ka dalë nga rruga, përpasoj mësohet se 3 persona, 2 djemë dhe një vajzë kanë mbetur të plagosur në vendin e ngjarjes, ka mbritur menjëherë autoambulanca dhe ka shoqëruar për në spital të plagosurit, ndërsa policia ka nisur hetimet për shkaqjet e aksidentit.
Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e një tjetër kopshti, duke çuar në 14 numrin e ambienteve parashkollore të rregulluara gjatë kësaj periudhe. Kryebashkiaku Veliaj tha se bashkia do të ofrojë standarde europiane për të gjithë infrastrukturën arsimore. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plotë të kopshtit 25 në 105, duke çuar kështu në 14 numrin total të kopshteve të rikonstruktuara deri më tani në të gjithë kryeqytetin. Kryebashkiaku Erion Veliaj theksoi se ky është standardi të gjithë punëve që Bashkia e Tiranës po bën në infrastrukturën arsimore. Fëmijët imitojnë të rriturit. Do të thotë që nëse ne punojmë, nëse merremi me gjëra konkrete, atëherë do kemi fëmijë që do na imitojnë. Do të thotë që në të ardhmen do merren më shumë me punë dhe jo me llafe. Më shumë me gjëra konkrete se sa me thashëtheme, më shumë me gjëra pozitive se sa me baste, me loto apo me intrigat e ditës në politikë. Kështu që unë besoj që sot kemi ndërtuar një model që ja vlen të imitohet. Dhe mënyra se si ne si të rritur kemi funksionuar që në Tiranë të riparojmë 23 kopshte, 10 bëm 31 çerdhe, po ndërton një model që fëmijët e të ardhmes të kenë çfarë të kopjojnë, të kenë çfarë të imitojnë. Rritja e cilësisë së godinave, por edhe shërbimit që ofrohet në këto kopshte, ka rritur ndjeshëm kërkesat e prindërve për të çuar fëmijët e tyre në kopshtet publike. Ky është kopshti 14, kemi edhe 9 tjera, edhe besoj që në shtator kur fëmijët të jenë kthyer nga pushimet, do jetë një mundësi fantastike për t'i gjetur gjitha këto hapësira shumë herë më të mira se që lanë përpara se të shkonin me pushime. Në kopshti 25 janë bërë të gjitha punimet elektrike dhe hidraulike, duke larguar të gjithë lagështirën. Po ashtu janë shtuar ambiente të reja si dhe dhoma e psikologut. Janë rivendosur xhamat, ndriçimi dhe është bërë sistemimi i të gjithë oborrit. Veliaj garantoi se ashtu siç është premtuar, në javët në vazhdim do të mbarojnë së rikonstruktuarit të gjitha kopshtet e tjera, në mënyrë që nisja e sezonit të ri arsimor t'i gjejë fëmijët në ambiente dinjitoze dhe të sigurta. Të paktën 120 pushues u drejtojnë çdo ditë tre qendrave shëndetësore në Bregdetin e Durrësit, ata shfaqin kryesisht helmim ushqimi, por edhe probleme që lidhen me pickimin nga insektet dhe nga ekspozimi i tepërt në temperatura të larta. Në Durrës është shënuar fluks pushuesish që kërkojnë ndihmë mjekësore. Mjekët thonë se kanë kryer deri në 120 vizita në ditë. Pushuesit paraqiten kryesisht me helmim nga ushqimet, pickime nga insektet, por edhe probleme që vinë si pasojë e ekspozimit për një kohë të gjatë në temperaturat e larta. Ne po arrim dhe 120 vizita ditore. Këtu punojmë 3 mjeke me 3 infermiere non-stop. Edhe paraqitet raste shumë të ndërlikuara, gastroenterite akute, helmimet ushqimore më tepër që janë kryesisht. Dominojnë dhe rastet pickimeve nga insektet, nga grenza, nga bleta dhe pickimet në det brenda që janë me anë të jo gafore, jo një peshk helmus apo meduzat që janë karakteristike. Në Bregdetin e Durrësit janë ngritur 3 qendra shëndetësore në sektorin Hekurudha, të Shkëmbi Kavajës dhe në Currila, të cilat janë në gatishmëri të plot 24 orë në ditë për të ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë zgjedhur për të pushuar në Bregdetin e Adriatikut. Qendra shëndetësore instaluar në sektorin Hekurudha është ajo që ka pritur edhe fluksin më të lartë të pacientëve. Pelegrinazhi i besimtarëve Bektashi në malin e të Morrit për festën e Abazaliut kulmoi sot me ceremoninë fetare në nder të imamit. Vendi i shenjtë është mbushur me mira besimtarë, por edhe zyrtarë qeveritarë dhe diplomatë huaj, të cilët po ndjekin ritualet fetare dhe aktivitetet e organizuara. Kryegjyshi botror Edmond Brahimaj uroi të gjithë besimtarët për më shumë bashkësi dhe harmoni. Mali i shenjtë i Tomorit, streja besimtarëve Bektashin ka pritur me mira pelegrin të cilët ndoqën ceremoninë fetare në nder të imamit Abaz Aliu. Kryegjyshi botëror i Bektashinve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, duke falenderuar besimtarët që çdo vit kryejnë ritin e shenjtë në teqen e Kulmakut, uroi për më shumë paqe e begati. Të dashur besimtar, është kënaqësi për ne kur konstatojmë çdo vit që vjen këtu në këtë vend shenjtë, ashtu si në vende të tjera të shenjta të besimit bektashian. Shto ndjeshëm numri pelegrinëve që vinë, lutën e marrin bekim në shinjtore për hadhe e jetës tyre. Ne ndjejmë krenar sot, jo pse kujtojmë këta shinjtor, por sepse çdo ditë e jona, çdo hap i yni është një bashkim natyror dhe unik. Edhe një herë më lejoni t'ju uroj të gjithëve, qofshi dritë dhe Zoti na bekov të gjithëve. Amin. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi, i cili tha se të gjithë duhet punojmë për të ruajtur këtë trashëgimi fetare që na bashkon më shumë në familjet tona dhe premtoi përmirësim të infrastrukturës rrugore. Harmonia në jetë dhe në rituale. Harmonia që kemi në familjet tona. Nuk është një harmoni e cila është vetvetiu, por është diçka e cila të cilës duhet të shërbejmë gjithë. Të përpiqemi shumë që të rikthejmë jo vetëm
pultet, jo vetëm pronat e tyre, por të kemi mundësi të sigurojmë dhe infrastrukturën, të kemi mundësi që kjo fe të lullëzoj për krahas dhe feve tjera në Shqipëri. Mes të ftuarve në festën e Bektashinve ishin klerik të shumëci dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë. Përfaqësuesit e ambasadës së SBA-s dhe OSBE-s uruan të gjithë besimtarët për festën e shenjtë. Baba Mundi, on behalf of Ambassador Don Liu. Baba Mundi ju falemderit për ftesën e emër të ambasadorit të SBA-s Donald Liu. Juve si komunitet dhe besimtarëve ju urojmë gëzuar festën. Ju ofroj gëzime në këtë ditën e shenjtë. Feja juaja na ofron një mesazh të gjithë përfshirës, një mesazh hapja mendore, një mesazh tolerancë. Gëzuar ditën e shenjtë në këtë vendin e shenjtë, qofshi të bekuar. Pelegrinazhi i përvitshëm zhvillohet për 5 ditë me radhë nga datat 20 deri në 25 gusht dhe mali Tomorit pret jo vetëm besimtar Bektashi, por edhe të feve të tjera nga trevat shqiptare si edhe nga Malizi, Kosova e Maqedonia. Numri i pelegrinëve gjatë këtyre ditëve pritet të arrijë në mbi 400.000, ndërsa veç riteve fetare zhvillohen edhe aktivitete e koncerte të ndryshme. Tashmë edhe zyrtare tjetër hemoragji në kombëtarin shqiptare të futbollit Samir Rahmani, i cili nuk u grumbulluar në Francë 2016, bën lëvizjen e dëshpëruar. Tashmë mbrojtësi shqiptar Amir Rahmani ka vendosur të luajë për Kosovën. Rahmani largohet zyrtarisht nga Shqipëria, tashmë është zyrtare tjetër hemoragji për kombëtarin shqiptare të futbollit. Rahmani, i cili nuk u grumbullua në Francë 2016, bën lëvizjen e dëshpëruar. Mbrojtësi shqiptar ka vendosur të luajë për Kosovën. Rahmani ishte pjesë e Shqipërisë në kualifikimet Euro 2016, por nuk u ftua nga Xhani Debiazi në fazën finale. Ai me një njoftim në rrjetin social Facebook ka informuar publikun: "Përshëndetje, dua t'ju njoftoj nga sot nuk do të jem më pjesë e kombëtarëve të Shqipërisë. Ka marrë vendimin që të luaj për përfaqësuesen e Kosovës, edhe pse ishte shumë e vështirë që të vendosja për këtë. Kam pas pak hapësirë të tregoj veten të kombëtari e Shqipërisë, dhe kjo më ngel shumë peng. Kosova ka nevojë për përfaqësinë sa më të mirë, dhe është një shtet i ri dhe shpresojmë t'i bëjmë krenar të gjithë shqiptarët, ashtu si Shqipëria i bëri krenar. Duhet falenderoj kombëtarën shqiptare të futbollit, drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, trajnerët dhe tifozët kuqezi për mbështetjen e dhënë gjatë kësaj kohe kur isha pjesë e Shqipërisë." Ndërkaq futbollisti Eros Grezda është i vendosur të mos e braktisë kombëtare në Shqipërisë. Në fakt, talenti Gjakovar është pjesë e U21-shit, por që synim ka kalimin e shpejtë e kombëtarja. Ai ka deklaruar se ka marrë me kohë vendimin dhe se nuk do ta ndryshojë atë. Vazhdon çështja e madhe me këtë të luajnë shqiptarët me Shqipërinë apo Kosovën. Lëvizjet e fundit të disa futbollistëve me ka lëvizje përfaqësuese në Kosovës ka shkaktuar debat të madh, si këtej dhe ande kufirit. Zgjedhja e bërë nga Erolin Shala, Milot Rashica, Alban Meha për të lënë kombëtarin e Shqipërisë dhe për të luajtur për përfaqësuesen e Kosovës ka krijuar një pikë pyetje edhe për disa futbollistë tjerë me origjinë nga Kosova, të cilët luajnë për Shqipërinë. Por në një intervistë fundit për gazetën Panorama Sport, Eros Grezda komenton vendimin e tij duke thënë se do që të luajë vetëm për Shqipërinë. Futbollisti i Lokomotivës Zagrebit tregon se zërat e Mercatos e kanë shoqëruar emrin e tij në shumë klube. Grezda, i cili vlerësohet për talentin e tij të madh, thotë se do të luajë vetëm për kombëtarin e Shqipërisë. Madje ai thotë se këtë e ka bërë me dije dhe Federatës Kosovare të Futbollit. Për futbollistin e U21 të Shqipërisë ka interes nga klubet ndryshme europiane. Janë shumë ekipe nga kampionate si Italia, Turqia, Gjermania, por dhe Belgjika që duan të marrin shërbimet e tij. Klubet që kanë kontaktuar janë Pescara, Trabzonspor, Münih 1960, Kaiserslautern, Freiburg dhe së fundi Gent. Madje oferta ka dhe nga Kroacia. Rijeka ka insistuar shumë, gjithashtu Dinamo e Zagreb. Megjithëse klubi ku do të vazhdojë karrierën Grezdan ende nuk dihet, një gjë është e qartë: Gjakovari do të përfaqësojë gjithnjë Shqipërinë.